Shqipëria arriti të fitonte ndaj Jordanisë në miqësorje me rezultatin 4-2 duke çuar në këtë mënyrë në 4 numrin e fitoreve radhazi mes zyrtareve dhe miqësoreve. Kuqezinë kanë mundur Gibraltarin, Letoninë, Serbinë dhe Jordaninë e madje kanë posuar gola vetëm ndaj jordanezëve në miqësore. Kjo ecurie e Shqipërisë aktualisht është më e mirë se ecuria që kuqezinët kishin në vitin 2023, kur arritën që të kualifikoheshin në Europian, pavarësisht se edhe aso kohë shkëlqyen dhe dhuruan emocione të jashtëzakonshme dhe gola mjaft të bukur. Ecuria e Shqipërisë gjatë eliminatoreve të Europianit ishte 8 ndeshje, 5 fitore dhe 3 barazime. Për këto 5 ndeshje nuk ndodhën radhazi, duke qenë se kishte barazime mes tyre. Kuqezinë kanë shansin t'i bëjnë 5 fitore radhazi nëse arrin t'ia dalin ndaj Andorrës, fitore kjo që mund t'i japë edhe kualifikimin për në play-offin e botrorit.